Gëzuar 7 marsin, gëzuar festën e mësuesit dhe shkollës shqipe. Kështu e ka nisur urimin e saj në këtë ditë të veçantë të dijes, Ministre e Arsimit Lindita Nikolla. Duke vlerësuar kontributin e mësuesve, Nikolla ndalet tek reforma në sistemin e arsimit, duke theksuar se vendosja e sistemit të ri të emërimit përmes portalit Mësues për Shqipërinë është një pikë e rëndësishme kthese, por ende kemi shumë punë për të bërë. Skema e kualifikimit sipas saj bëri të mundur vlerësimin e secilit me një testim kombëtar. Jam shumë i vendosur për të luftuar korrupsionin dhe larguar politikën nga shkolla, por më duhet edhe ndihma jote, pret Nikolla, duke ju drejtuar individualisht mësuesve. Nëse shkolla është vendi ku e ardhmja e thërrënj, atëherë po shkolla është vendi ku e tashmja kërkon përfshirjen e të gjithëve, përfundon mesazhi i urimit të ministres. Në mesditë ministra Nikolla shtroi një drek me mësuesit e dalluar në vite që sot janë në pension. Kemi sinqerisht nevojë për përvojën, kemi sinqerisht nevojë për dedikimin tuaj, për profesionalizmin tuaj, ndaj mos nguroni, jo vetëm të na kritikoni kur punët nuk ecin siç ju do të dëshironi, por jini pranë shkollës në komunitetet ku ju jetoni, jini pranë mësuesve të ri, jini pranë nxënësve, sepse vetëm kështu ne do të arrijmë të përmirësohemi dhe të bëjmë më të mirën në arsim.